Në kuadër të javës së 4 të kampionatit kombëtar të kategorisë së 2 të futbollit, skuadra e futbollit Malësisë së Madhe Veleçiku është rikthyer në një fitore të pastër me rezultatin 2-0 ndaj Tiranës B, pasi kishin psuar 2 humbje radhëzi në shtëpi me Gramshin dhe në transfert me Egnatian në Rogozhin. Objekti kronikës bën fjalë për takimin Veleçiku-Tirana, ku në këtë përballje gjithçka ishte e barabartë, me pak raste për dy ekipet, ku mund veçohen 2 gola të anulluar nga arbitriti lushnjar Çela për pozicion jashtëloje, ndërkohë që në pjesën e dytë ka pasur një tablo tjetër, ku me sfushorje me numër 10, Plishta i Veleçikut ka qenë edhe kryefjala e takimit Veleçiku-Tirana B, pasi ka realizuar 2 gola, pikërisht në minutën e 52 dhe të 75, ndërkohë që aktivizimi në pjesën e dytë i talentit 16 vjeçar, Erion Hotaj, ka pasur një debutim të suksesshëm në repartin e sulmit. Sigurisht jemi ndëshkuar nga 2 goditje standardse për cilat unë kam insistuar që të mos bëhen faulla në zonat e afërta, sepse kjo është arma më e fortë e kësaj skuadre. Por gjithsesi ky është futbolli dhe ju uroj fitoren Veleçikut. Lojtarët kanë treguar një mobilizim, një shpirt gare, një qarkullim topit mirë, një bashkëveprim mes reparteve, mbrojtja mes fusha dhe sulmi shtesin shumë mirë njëri tjetrin, krijojnë raste, krijojnë volum, jo sepse sot arrit fitoria, se edhe neshit tjera është lujt pavarësisht se kena humbur rezultatet, por ne jemi në rrugën e duhur dhe do të vazhdojmë me këtë lojë dhe me këtë seriozitet deri në fund të kampionatit. Pas javës së 4, Veleçiku është pozicionuar në vendin e 5 me 6 pikë. Grupin A verior aktualisht e kryeson skuadra Al Petrolit me 10 pikë.